skenaret lidhur me këtë protestë është varësisht nga fakti se sa ajo do të jetë konsistente në kuptimin e vazhdimit të protestës, në mënyrë që mos përçahet rritjen e dozës presionit, pa shoqëruar kjo edhe me një presion edhe ndërkombëtar. Dhe këtu skenaret janë nga më të ndryshme. Një qeveri teknike do ishte më e mira që lidhet pikërisht edhe me përmbushjen e kërkesave të protestuesve, formula cilës janë disa, po në rastin konkret protestuesit duhet të kenë informacion politik, po është shumë e vështirë që ato ta kenë si të tillë duke pas parasysh që në backgroundin dhe pjesëmarrësve është një konglomerat të tyre, kuptimin e origjinës, prejardhjes, përkatësisë, backgroundeve, të majtë djathtë të zhgënjur, po sikundë edhe unotranë të cilët janë bërë bashkë tash në një situatë si e tillë kundër establishmentit politike. Kjo ka qenë qasja dhe ato kërkojnë përfaqësimin e tyre përmes edhe një ndryshime kushtetuese, përmes ndryshimit të ligjit të kodit zgjedhor apo edhe një qeverie teknike e cila do të kujdestare të cilët do të marrë përsipër edhe këtë fazën tranzitore deri në zgjedhjet e ardhshme. Ndërsa që një skenar tjetër është që opozit merren vesh dhe të përmbushin kërkesat e protestuesve në kuptimin e këtyre ndryshimeve ligjore, por sekondër ato që kanë bënë me kodin zgjedhor. Dhe po kjo do të shihesh si kompromituese nga vështrimin e protestuesve, sepse ato kanë adresuar përgjegjësi për gjithë establishmentin, pavarësisht se fakti që më së shumti këtu goditet opozita dënë përmes asaj që ata që kanë kërkuar Rama ik dorëheqja e qeverisë e kështu me radhë. Kjo është një skenar tjetër, dhe skenari më pesimist që të vihet sfumohet dhe kjo të jetë një histori e harruar si gjithë historitë e protestave, dhe madje do të ishte më e padëshueshme në kuptimin e aspiratave të qytetarëve dhe të popullit shqiptar, të cilët në këto 35 vite të tranzicionit kanë akumuluar gjithë pakënaqësitë politike në dy anë të saj, dhe si tillë kjo do të ishte një humbje për Shqipërinë dhe për të gjithë ato të cilët shpresojnë për një vend të mirë, begat, dhe kjo ishte një moment të cilët e rrallë do përsëritet, por gjithë do të kujtohet gjithmonë për mirë dhe për forcën e karakterit që kanë shqiptarët për të ringritë, sepse për hir të vërtetës ka qenë një situatë apatie, dhe kjo protestë në dallim me gjithë protestat ka bërë historinë e vet, në sensin asaj që ishte një protestë që u thirr nga qytetarët, jo nga forcat politike, as opozit, pavarësisht që mbështetet edhe nga opozita me të drejtë, sepse kazat e qytetarëve janë kazat e saj, të cilët i ka artikuluar më së miri për gjatë 13 viteve të opozitës saj, dhe në një farë mënyrë është rreshtuar në mbështetje dhe për krah, por që edhe ajo ka qenë parazgjarguar në kuptimin e mos përfitimit si kapital politik, por që e ka mbështet për arsyet të cilët opozita bën opozitën, pikërisht për këto kaza. Zolezi, për të mbyllur, ndërkaq shkurtimisht, pavarësisht se si do të mbyllet tashmë kjo histori, pra çfarë po ndryshon në shoqërinë shqiptare, apo dëshmojmë lindjen e një epoke të re të protestave që organizohen tashmë nga vetë qytetarët dhe që nuk kontrollohen dot më plotësisht nga të gjitha zyrat e partive politike? Po, është e vërtet kjo, do të thotë që ajo që po ndryshon është fakti që ju e thatë, është një pyetje retorike, kjo e ka edhe përgjigjen brenda, do të thotë që këtë radhë qytetarët në ato që i kanë thirrur, në dallim me gjithë historinë e protestat, cilët e kanë thirrur partitë politike kryesisht, por sikundë ka një të veçantë që protestat po bëhen pjesë e qytetarisë, ADN-s së shoqërisë tonë, ku e cilët ato përballë një padrejtësie, përballë çështjeve të caktuara, ato i bëjnë kaza kombëtare. Kemi parasysh qoftë kjo Zvërnecit, ajo që ndodhi në Vlorë, po ashtu në Rion, po gjithandaj protestat kanë qenë protesta të qytetarëve të cilët e kanë fituar besimin dhe mbështetjen morale. Dhe kjo është një fitore e madhe, të cilët është atributi i këtyre protestave. Por nga ana tjetër kemi parasysh që kjo ndikon çfarë? Kjo ka një farë mënyrë ka ardhur si rrëdhoi kujtë, edhe ndërgjegjësimit të protestuesve shqiptare, po edhe efekti që ka luajtur teknologjia. Teknologjia
apo gjithë infrastruktura sociale, aty që rrjetet sociale të cilet kanë ndikuar në mobilizimin e njerëzve të cilët i kanë bërë bashkë përkundër padrejtësive, përkundër zbëshive, dhe nga ana tjetër edhe kanë rritur edhe shkallën e ndërgjegjësimit për transparencën, kanë për këto llogaridhënien, ndjeshmëria e publikut tashmë është bërë madhe që ka quar një solidaritet të madh të tyre në përballimin me këto sfida, dhe nga ana tjetër këto kazat qytetare dhe sfidat e qeverisës tashmë janë edhe në fokusin edhe qytetarëve. Kemi parasysh nuk janë thjesht vetëm ndërkombëtarët të cilët monitorojnë këto zhvillime, apo ato të cilët Bashkimi Evropian dhe SBA i kontrollon, zbaton dhe jep rekomandimet apo jep qëndrimet e tyre përmes raporte, po janë edhe në fokusin e qytetarëve, të cilët tashmë janë bërë pjesë e sensibilitetit publik dhe e opozitarizmit në shoqëri. Dhe kështu këto janë disa nga fitoret e protestës, të cilët për mendimin tim duhet të thani një bravo e madhe, një falënderim për gjithë ato protestuesit të cilët në një situatë apatie ku ishte shoqëria gjetën momentin e veçantë të cilët këto kaza i bën kaza mbarkombëtare dhe sot jemi përballë një situatë që askush nuk mund ta anashkalojë, pavarësisht përpjekjeve dhe cinike që mund i bën për t'i denigruar ato, për ta politizuar, për ta instrumentalizuar. Besoj që kjo protestë do marrë gjatë dhe shpresojmë që t'i korë frytet e saj të dëshirueshme qoftë për sa i përket përmbushjes kërkesave të tyre, sepse ato kërkesat e tyre parë në këndvështrimin strategjik ende nuk janë finalizuar, por në parë në këndvështrimin taktik disa janë përmbushur, kuptimin e tërheqjes së qeverisë, rritjes së ndjeshmërisë të tyre ndaj presionit, po ashtu edhe ndërkombëtarizimit të protestave. Po ashtu dhe një lloj frike që kanë gjallë për hir vërtetës që përballë presionit qytetar ju nuk mund bëni asgjë për fatet e këtij vendi, për pasurinë kombëtare, dhe pikërisht kjo shifet një fitore. Ndërkohë parë në këndvështrimin e objektivave, dhe në protesta ende është larg atyre përmbushjes së këtyre objektive në aspektin strategjik të tyre, por kjo koha do ta tregojë dhe se sa do të zgjatë dhe sa do i rezistojë testit mbijetesës së saj, por në finale është një protestë historike që do të përmendet gjatë. E qartë. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Të përshëndesim, nderuar, kënaqësi për ftesën. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.